Nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Operimi trenave të pasagjerëve në rrjetin kombëtar hekurudhor mund të jepet me koncesion. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka porositur një konsultim paraprak të këtij tregu. Operimi trenave të pasagjerëve në rrjetin kombëtar hekurudhor mund të jepet me koncesion. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe programi Connecta 2, i financuar nga Bashkimi Evropian, po zhvillojnë propozime për të dhënë një kontratë shërbimi publik, teksa disa projekte hekurudhore janë në zhvillim. Sipas hekurudhës shqiptare, Ministria ka porositur një konsultim paraprak të tregut për të vlerësuar interesin në një kontratë operimi për pasagjerët dhe për të mbledhur reagime në mënyrë që të sigurojë një proces tenderimi transparent, konkurrues dhe efikas. Operatori i zgjedhur i trenave do furnizojë dhe ndoshta do mirëmbajë trena të rinj, të dorës së dytë ose të marrë me qira, dhe gjithashtu mund të kërkohet të mbledh tarifat. Kozgjatja e kontratës dhe modeli shpërblimit do përcaktohen bazuar në rezultatin e konsultimit të tregut, duke marrë parasysh ciklet e jetës së trenave, kostot e mobilizimit dhe nevojën për të siguruar një tender konkurrues. Tenderimi pritet të fillojë në 3 mujorin e 3 të vitit 2025, por operacionet që do fillojnë në 3 mujorin e 3 të vitit 2026, tu përfshihen shërbimet e pasagjerëve në linjat Tiranë-Durrës, Tiranë-Rinas dhe Durrës-Rinas, si projekte më i avancuar aktualisht. Më pas synohet zgjerimi i shërbimeve në linjën Vorrhani-Hotit dhe Durrës-Pogradec. Operacionet e pasagjerëve vlerësohen në 1.1 milion tren kilometra në vitin 2026, duke u rritur me zgjerimet e ardhshme në rreth 4 milion tren kilometra në vitin 2036, sipas kompanisë shtetërore të hekurudhave. Operatorët do kishin një mundësi unike për të hyrë në një treg në rritje me mbështetje të fortë qeveritare dhe të Bashkimit Evropian, duke ofruar potencial për fitim afatgjat përmes kontratave të shërbimit publik dhe zgjerimit të ardhshëm në shërbime ndërkufitare. Në bashkëpunim me Bankën Botërore, Qendra Kombëtare e Biznesit do të implementojë planin Be Ready, projekti synon që të përmirësojë klimin e të bërit biznes në vendin tonë, por edhe të rrisë transparencën. Shqipëria do të aplikojë së shpejti projektin Be Ready, një iniciativë që synon të përmirësojë ndjeshëm klimën e të bërit biznes në vend. Be Ready është një iniciativë e Bankës Botërore e cila synon të mbështesë vendet në identifikimin dhe adresimin e sfidave që pengojnë zhvillimin e biznesit. Projekti fokusohet në vlerësimin e politikave dhe rregulloreve ekzistuese, si dhe në propozimin e reformave dhe ndërhyrjeve të nevojshme për të krijuar një ambient më të favorshëm për investime dhe rritje ekonomike. Një nga komponentët kyç të projektit është mbledhja e dhënave të detajuara për të krijuar indikatorë të qartë mbi performancën e mjedisit të biznesit në çdo vend pjesëmarrës. Qendra Kombëtare e Biznesit zhvilloi një takim me përfaqësues të Bankës Botërore në kuadër të bashkëpunimit për projektin Be Ready. Gjatë takimit, përfaqësues të QKB-s dhe ekspertë të Bankës Botërore diskutuan hapat konkret për implementimin e tij, si dhe rëndësinë e mbledhjes dhe analizës së të dhënave për të përmirësuar indikatorët dhe proceset e sipërmarrjes. Përmes këtij partneriteti synohet të integrohen praktikat më të mira ndërkombëtare, duke sjellë një qasje më të avancuar në menaxhimin dhe mbështetjen e sipërmarrjeve. Implementimi i projektit Be Ready pritet të sjellë përfitime të rëndësishme për bizneset shqiptare. Transparenca në shërbimet publike do të rritet, duke krijuar një ambient më të besueshëm dhe të qëndrueshëm për sipërmarrësit. Gjithashtu, projekti synon të përmirësojë aksesin në financa dhe tregje, duke ndihmuar bizneset të rriten dhe të konkurrojnë më mirë në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Ky bashkëpunim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt transformimit të mjedisit të biznesit në Shqipëri. Përmes reformave dhe përmirësimeve të vazhdueshme, synohet krijimi një mjedisi më dinamik, i cili inkurajon investimet dhe mbështet zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Të dhënat më të fundit publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se numri i veprimeve të kryera përmes sistemit AIPS në euro u rrit me 21.7% krahasuar me vitin 2024 në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Sistemi AIPS euro ka vijuar të përdoret gjërësisht për pagesat e mëdha në euro brenda vendit edhe në 4 muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, numri i transaksioneve të kryera përmes sistemit AIPS euro në periudhën janar-prill 2025 ka arritur në 114.000, ndërsa edhe shuma e pagesave të realizuara nëpërmjet këtij sistemi në fund të 4 mujorit rezulton 1.8 miliardë euro. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kemi një rritje me 21.7% të numrit të veprimeve me AIPS euro, ndërsa edhe vlera e transaksioneve ka shënuar rritje me 21.8%. Gjatë prillit janë kryer më shumë pagesa me AIPS se në çdo muaj tjetër të këtij viti. Konkretisht në prill u realizuan mbi 33.000 pagesa të cilat kapin një vlerë prej 536 milion eurosh.
Shifrat flasin për një rritje me 22.5% të numrit të transaksioneve dhe me 18% të shumës së tyre. Zbatimi I sistemit AIPS Euro ka siguruar kursime të konsiderueshme, të cilat deri në fund të 2024-s përllogaritashin rreth 100 milion euro. Sistemi shqiptar I pagesave ndërbankare AIPS përdoret nga bankat për të transferuar në kohë reale shuma të mëdha parash me njëra tjetrën. AIPS mundëson kryerjen e pagesave të mëdha, të shpejta dhe të sigurta ndërmjet bankave, duke ndihmuar në mirëmbajtjen e operacioneve financiare në vend. AIPS Euro përdoret nga qeveria për të shlyer borxhin e jashtëm, nga bizneset e mëdha për të shlyer fatura në vlera shumë të larta dhe nga vetë bankat. Megjithatë, AIPS shpejton në mënyrë indirekte edhe transaksionet për qytetarët, veçanërisht kur bëhet fjalë për shuma të mëdha parash. Kur një qytetar realizon një pagesë të madhe si blerja e pronës apo e një makine, transaksioni përfshin lëvizjen e parave midis bankës së blerësit dhe bankës së shitësit. Në këtë rast, banka e blerësit përdor sistemin AIPS Euro për të transferuar shpejt dhe sigurt fondet në bankën e shitësit. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, regjimi I lirë I kursit të këmbimit I mundson Shqipërisë që të përballojë më mirë goditjet ekonomike, ndërkohë që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar gjithashtu edhe mbështetjen ndaj energjisë hidro. Regjimi I lirë I kursit të këmbimit që përdor Shqipëria I mundëson kësaj të fundit që të përballojë më mirë krizat ose goditjet ekonomike që vijnë nga jashtë, ndërsa I jep edhe më tepër autonomi monetare në krahasim me vendet e tjera të rajonit që kanë euron si monedhën e tyre kombëtare ose përdorin një regjim të fiksuar të kursit të këmbimit. Kështu është shprehur Fondi Monetar Ndërkombëtar FMN në një prej raporteve të tij më të fundit. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Shqipëria dhe Serbia përdorin sisteme që kanë objektiv kryesor mbajtjen nën kontroll të inflacionit, me një kurs këmbimi të menaxhuar në rastin e Serbisë dhe një regjim të lirë të kursit të këmbimit në rastin e Shqipërisë. Kjo I jep më tepër mundësi bankave qendrore përkatëse që të ndërhyjnë me normat e interesit dhe të përgjigjen kështu goditjeve me mjetet e tyre, pra kanë më tepër pavarësi, ndërkohë ekonomitë me kurse këmbimi më të rrepta si në Bosnjë dhe Hercegovinë apo Maqedoninë e Veriut kanë hapësirë të kufizuar për rregullime të kursit të këmbimit, duke rritur mbështetjen në mekanizma të brendshëm si disiplina fiskale, reformat strukturore ose fleksibiliteti I pagave. Nga ana tjetër, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë një vlerësim edhe për sa I përket burimeve të energjisë që përdor rajoni. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë të ndjeshme ndaj rritjes së çmimeve globale të energjisë, pasi mbështeten kryesisht në sektor të vjetruar të energjisë dhe jo efikas, pra nga prodhimi I energjisë prej lëndëve djegëse fosile, si dhe importojnë më shumë energji. Shqipëria përbën përjashtim, thot FMN, pasi mbështetet pothuajse tërësisht në energjinë hidroelektrike, pra në prodhimin e energjisë nga hidrocentralet, ndërsa ka dhe një intensitet më të ulët të energjisë. Si rrjedhoi, rritja globale e çmimeve të energjisë nuk e ndikon aq shumë vendin tonë. Mbështetja e konsiderueshme në prodhimin e energjisë elektrike të vjetruar dhe jo efikase, si dhe intensiteti I rritur I energjisë, rrit ndjeshmërinë ndaj goditjeve globale të furnizimit dhe kufizon fleksibilitetin në përshtatje ndaj goditjeve të tilla. Raporti publikuar së fundmi nga Komuniteti I Energjisë vlerëson se zbatimi I politikave të energjisë rinovueshme nga ana e Shqipërisë është përmbushur në masën 61%, ndërkohë që nga ana tjetër një tregues është edhe cilësia e skemës së mbështetjes. Zbatimi I politikave për energjinë e rinovueshme nga Shqipëria është përmbushur në masën 61%. Raporti I fundit I Komunitetit të Energjisë jep të dhëna mbi ecurinë e disa treguesve, ku vendi ynë paraqitet shumë mirë në disa prej tyre dhe më dobët në disa të tjerë. Kështu sa I takon arritjes së targeteve për energjinë e rinovueshme deri në vitin 2030, zbatimi rezulton në masën 88%. Sipas raportit, objektivi I arritjes së 54.4% të energjisë së rinovueshme në konsumin total të energjisë është në përputhje me objektivin e vitit 2030 të vendosur nga Komuniteti I Energjisë. Ai është I ndarë në 3 objektiva sektoriale, ku për energjinë elektrike është 178.1%, transportin 34.6% dhe ngrohjen dhe ftohjen në 16.6%. Por, sipas raportit, objektivi I vitit 2030 për energjinë e rinovueshme në sektorin e ngrohjes dhe ftohjes
nuk është aq ambicioz sa kërkohet nga Direktiva për Energjinë e Rinovueshme. Një tjetër tregues është cilësia e skemës së mbështetjes, që vlerësohet në masën 90%. Sa i takon vetë prodhimit, zbatimi raportohet në 75%. Sipas raportit ekziston skema e matjes neto, që i mundson konsumatorëve të operojnë instalimet e energjisë së rinovueshme me një kapacitet maksimal prej 500 kW. Megjithatë, asnjë komunitet i energjisë së rinovueshme nuk është krijuar deri më tani, thuhet në raport, por ndryshe paraqitet situata në drejtim të biokarburanteve, ku progresi është zero. Sipas Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, kuadri ligjor aktual në Shqipëri nuk transpozon kriteret e qëndrueshmërisë dhe të kursimit të emetimeve të gazeve serë për biokarburantet, biolëngjet dhe lëndët djegëse të biomasës të përcaktuara në Direktivën për Energjinë e Rinovueshme. Transpozimi plot i këtyre kritereve, duke përfshirë ngritjen e një sistemi për verifikimin e përputhshmërisë, është jetik për arritjen e objektivit të Shqipërisë për burimet e rinovueshme të energjisë për 2030, thuhet në dokument. Po ashtu nuk ka pasur progres të dukshëm në lidhje me integrimin e energjisë së rinovueshme në sektorin e ngrohjes dhe ftohjes, duke bërë që vlerësimi të jetë në masën 25%. Qytetarët shqiptarë po preferojnë gjithmonë më shumë që të vizitojnë vende të reja për të kryer pushimet e tyre të verës, ndonse çmimet e paketave turistike po rriten ndjeshëm kohët e fundit. Pak kohë para fillimit të sezonit turistik veror, qytetarët shqiptar kanë filluar të prenotojnë paketa turistike duke preferuar të pushojnë në vende të reja përveç Greqisë dhe Turqisë tradicionale. Kryesisht moshat nën 30 vjeç preferojnë edhe vende të tjera përveç Turqisë dhe Greqisë, si mund të jenë brigjet e Italisë, sidomos pjesa edhe jugu Italisë, kanë filluar 2 vitet e fundit kanë marrë më tepër hof turistik. Agjencitë turistike raportojnë një rritje të çmimeve të paketave turistike gjatë këtij viti në krahasim me vitin e kaluar me rreth 25 deri në 30%. Rritje që mbështetet edhe nga raportet e Eurostat apo nga mediat greke dhe turke për resortet në vendet e tyre. Këto rritje çmimesh janë edhe të dallueshme, sepse janë rritje që vijnë nga vetë shtetet vendesa si Turqia apo Greqia. Gjithashtu dhe kursi i euros ka bërë që tek ne të finalizohet një tjetër çmim ndryshe nga ato që nxjerrin. Këto janë politika të brendshme të shteteve, si për shembull taksa turistike në Greqi që paguhet në çdo hotel që ne shkojmë, krahasim me vjet është dyfishuar. Edhe për paketat brenda vendit po ndiqet i njëjti trend, ku po shihet ashtu siç ndodhi edhe vitin e kaluar, që në jug të vendit pritet të rriten çmimet e shërbimeve turistike. Momentalisht jugu vazhdon të ketë kërkesa, sidomos tek të rinjt më tepër, po më i rezervuar në krahasim me vendet jashtë, sidomos për paketat all inclusive që ne ofrojmë për Turqinë apo dhe Greqinë. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave gjatë vitit të kaluar, janë regjistruar 7.8 milion dalje nga territori i vendit, kryesisht për pushime, duke shënuar nivelin më të lartë ndonjëherë. Pas të dhënave të publikuara së fundmi nga aeroporti ndërkombëtar i Nën Terezës, muaji prill ka regjistruar rreth 905.000 pasagjerë, ndërkohë që destinacionet më të preferuara ishin qytetet e Italisë si Roma apo edhe Milano. Mesatarisht me 180 fluturime në ditë, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka regjistruar afro 905.000 pasagjerë gjatë muajit të kaluar. Sipas të dhënave të publikuara nga TIA, destinacionet më të frekuentuara ishin qytetet italiane si Roma, Bologna, Venecia, Milano, si dhe Londra në Mbretërinë e Bashkuar. Në total janë realizuar mbi 5.000 fluturime në 19 shtete të ndryshme. Kjo rritje ndjeshme mbështetet edhe nga të dhënat të Institutit të Statistikave, ku vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2024 janë regjistruar mbi 2 milion pasagjerë. Rritja është ndikuar edhe nga zgjerimi i hartës së linjave ajrore, përfshirë hyrjen e kompanisë Iberia, që tashmë lidh Tiranën me Madridin 3 herë në javë. Sipas Instat, në 3 mujorin e parë të vitit 2024 janë regjistruar 13.000 fluturime, duke shënuar një rritje prej 59% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Po ashtu, numri i pasagjerëve u rrit me gati 64%, duke arritur në 1.9 milion. Rritje është regjistruar edhe në transportin ajror të madrave. Volumi i tyre ka arritur në afro 500 ton, me një rritje prej 11.1% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pjesa më e madhe e këtij volumi përbëhet nga madhra të hyrë në territorin shqiptar. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur tenderin për ndërhyrje infrastrukturore në lagunën e Karavastas me synimin e përmirësimit të aksesit turistik dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit natyror. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e tenderit për ndërhyrje infrastrukturore me synim përmirësimin e aksesit turistik
dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit natyror. Projekti, i cili ka një fond limiti 85.192.000 lekë, parashikon ndërhyrje të shumta për krijimin e kushteve për vizitorët. Referuar dokumenti do të ndërtohet dhe sistemohet mbrojtja e argjinaturës lindore të lagunës së Karavastas për erozionit faza e 3. Gjithashtu do të mbrohet argjinatura nga erozioni i shkaktuar nga veprimi i dallgës dhe baticës, si dhe nga erozioni që shkaktojnë rrebeshët e shiut. Në planin e ndërhyrjes parashikohen shtigje për kombësorët, rrugë për biçikleta, krijimi i vend pushimeve, si dhe pikave të dedikuara turistike. Mëtej në dokument theksohet se në këtë argjinatur do të ndërtohen 8 ura druri dhe 3 pika mbrojtimi e pushimit mbi argjinatur. Laguna e Karavastas është shpallur një zonë esmeralda sipas konventës së Bernës në vitin 2008. Parku kombëtar Divja Karavasta vitet e fundit është kthyer në një destinacion të turizmit të mbrojtimit të shpendëve dhe jo vetëm, pasi radhitet në lagunat me rëndësi të madhe si zonë rëndësishme për lloje shtegtare dhe si habitat i mbi 20.000 shpendëve. Ky investim për të rrisë potencialin turistik të zonës. Punonësit e kualifikuar të Shqipërisë po i tërheq karta blu e Bashkimit Evropian, por cilat janë elementet kryesor që ka kjo kartë? Juftoj që ndikim kronikën. Jo vetëm në sezonin turistik, por edhe gjatë vitit, Shqipëria nga viti në vit po haset me krizën e punonjësve, por ndryshe nga krizat e punonjësve të pa kualifikuar, tashmë po kthehet në problem serioz edhe largimi i trurit, pra të kualifikuarve, por të kualifikuarit shqiptar po joshen nga karta blu e Bashkimit Evropian. Duke padur parasysh që të gjithë karta blu ka krijuar të gjithë elementet e përshtatshëm për një punonjës që të largohet, atëherë automatikisht dhe është bërë më e kërkuar nga ana e punonjës. Por çfarë ofron kjo kartë trurit të Shqipërisë? Kuptohet, karta blu parashikon një tërësi lehtësirash dhe mbështetje që shteti ofron për të gjithë punonjësit që shkojnë pranë Gjermanisë, por dhe vendeve që kanë ofruar paketat ngjashme joshse për punonjësit nga vende të ndryshme, me qëllim për të përmbushur vakancat apo nevojat. Çdo vend duhet në fakt përcaktoj industria apo sektor prioritar dhe numër të caktuar punonjësish për cilën këto industri kanë nevojë dhe rrjedhimisht ofroj sa më shumë lehtësira për të joshur apo afruar këta punonjës nga çdo vend ku ata gjenden. Karta blu e Bashkimit Evropian është një leje qëndrimi dhe pune e cila u jepet shtetasve të cilët vijnë nga vendet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por që kanë kualifikime të larta profesionale, ndër profesionet që kanë prioritet janë financa dhe kontabiliteti, mjekësia e shkencat mjekësore, teknologjia e informacionit, inxhinierit e të tjerë. Raportit publikuar së fundmi për duhan pirësit rezulton se në Shqipëri 20.7% e popullsisë konsumon rregullisht duhanin, ndërkohë të dhënat gjithashtu tregojnë se meshkuj dominojnë në këtë drejtim. Një nga studimet më të fundit të World Population Review ka publikuar disa të dhëna lidhur me konsumatorët të duhanit në disa shtete, përfshirë edhe Shqipërinë. Sipas këtij raporti në vitin 2025, 20.7% e popullsisë së Shqipërisë cilësoheshin si duhanpirës. Sa i përket ndarjes gjinore, 35.9% e totalit të duhanpirësve ishin meshkuj, ndërsa vetëm 5.6% ishin femra. Krahasuar me të dhënat e vitit 2022 nga njëjta organizatë, numri i duhanpirësve në Shqipëri është ulur me rreth 1%. Përfshirë edhe një rënje të ndjeshme të përqindjes së femrave që konsumojnë duhan. Gjithashtu, sipas të dhënave zyrtare, importi i këtij produkti ka shënuar një rënje të konsiderueshme. Vetëm gjatë muajit prill, importi i duhanit u ul me rreth 18% krahasuar me një vit më parë. Shqipëria, sipas këtyre të dhënave, ruan një pozicion pozitiv në krahasim me vendet e tjera të Europës dhe rajonit. Vendi që shënon përqindjen më të lartë të duhanpirjes në Europë dhe rajon është Serbia, ku 39% e popullsisë janë duhanpirës. Pastaj renditet Bosnia-Hercegovina me 35.2% të banorëve që konsumojnë rregullisht duhan, ndërsa Mali Zi paraqitet me një përqindje më të moderuar prej 31.5%, ku femrat e i kalojnë meshkujt në konsum. Nga ana tjetër, vendi me përqindjen më të ulët në Europë është Islanda me vetëm 7.9% të popullsisë që konsumon duhan. Gjithashtu edhe disa shtete të tjera mbajnë një raport më të ulët, si Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Irlanda, Gjermania dhe Hollanda. Ndër vendet me përqindje më të lartë përveç Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës renditet edhe Franca me 34%, Bullgaria me 38%, Kroacia me 37% dhe Greqia me 30.6%.
Presidenti Amerikan Donald Trump tha se pas një telefonate me presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen kanë rënë dakord që të shtyjë vendosjen e tarifave prej 50% për importet e Bashkimit Evropian dhe në datën 9 korrik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se ka rënë dakord të shtyjë vendosjen e tarifave 50% për importet e Bashkimit Evropian deri më 9 korrik. Ai deklaroi se kishte pasur një telefonat frydhënëse me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ajo dëshiron të fillojë negociata serioze, u tha Trump gazetarëve në aeroportin komunal Morristown në New Jersey. 9 korriku është data që ja kërkoi. A mund ta zhvendosim atë nga 1 qershori në 9 korrik? Unë pranova ta bëj këtë, tha ai. Të premten Trump tha se ai nuk po kërkonte një marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe se tarifa tyre ishte vendosur në 50% dhe do të hynte në fuqi më 1 qershor. Pak minuta pasi foli me gazetarët, Trump postoi në Truth Social se bisedimet do të fillojnë me shpejtësi. Më herët gjatë ditës, von der Leyen kishte postuar në X se kishte pasur një bisedë telefonike të mirë me Donald Trump. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndajnë marrëdhënie tregtare më të rëndësishme dhe më të ngushta në botë, postoi von der Leyen. Europa është e gatshme të avancojë bisedimet me shpejtësi dhe vendosmëri. Për të arritur një marrëveshje të mirë, do të na duhet kohë deri më 9 korrik. Vitin e kaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës patën një deficit tregtar prej 236 miliard dollar me Bashkimin Evropian, sipas të dhënave të Departamentit të Tregtisë Amerikane. Nga ana tjetër, Donald Trump ka paralajmëruar se Apple do të përballet me tarifa prej të paktën 25% për iPhone-et e prodhuara jashtë SBA-s. Ai ka paralajmëruar se masa do të hyjë në fuqi në fund të muajit qershor të këtij viti. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se Apple do të duhet të paguajë një tarifë për 25% ose më shumë për iPhone-et e prodhuar jashtë Shteteve të Bashkuara. Kohë më parë kam informuar CEO-n e Apple, Tim Cook, se pres që iPhone-et e tyre që do të shiten në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prodhohen dhe ndërtohen në Shtetet e Bashkuara, jo në Indi apo diku tjetër. Nëse nuk është kështu, një tarifë prej të paktën 25% duhet i paguhet SBA-s, tha Trump në Truth Social. Telefoni kryesor i Apple prodhohet kryesisht në Kinë, por kompania ka zhvendosur pjesërisht prodhimin në Indi, sepse vendi ka një marrëdhënie tregtare më miqësore me SBA-n. Disa analistë të Wall Street kanë vlerësuar se zhvendosja e prodhimit iPhone në SBA do të rrisë çmimin e telefonit inteligjent me të paktën 25%. Ata thanë se kosto e një iPhone amerikan do të shkonte rreth $3.500. iPhone 16 Pro aktualisht shitet me pakicë për rreth $1.000. Trump u tha gazetarëve se tarifa do të zbatohet edhe për prodhues të tjerë të telefonave inteligjentë si që është Samsung dhe do të fillojë në fund të qershorit. Mendoja se Tim Cook nuk do ta bënte këtë. Ai tha se do të shkonte në Indi për të ndërtuar fabrika. I tharë se nuk është problem të shkosh në Indi, por nuk do të shesësh këtu pa tarifa. Dhe kështu është, tha Trump. Kjo është goditja e fundit e Trump ndaj Apple, i cili gjatë 2 javëve të fundit ka rritur presionin mbi kompaninë dhe Cook për të rritur prodhimin vendas. Cook dha $1 milion në fondin e inaugurimit të Trump dhe mori pjesë në ceremoninë e janarit. Apple ka njoftuar një shpenzim për $500 miliard për zhvillimin e Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë prodhimin e serveve të inteligjencës artificiale në Houston. Kompania tha gjatë raportit të ardhurave se pret rreth $900 milion kosto shtesë për tarifat në 3 mujorin aktual. Foxconn, një nga partnerët kryesor të Apple për momentin në iPhone, po shpenzon $1.5 miliard për zgjerimin e objekteve në Indi. Trump ka kritikuar publikisht kompanitë të tjera të mëdha amerikane, përfshirë Walmart, gjatë fushatës së tij, por taksat mbi një produkt specifik të konsumit janë një hap i ri. Mekanizmi sakt ligjor për tarifën është ende i paqartë. Në fund të këtij edicioni u kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.